Pra, periudha e okupimit para luftës, lufta, ai gjenocid që ndodhi dhe pastrimi etnik, periudha pas luftës, vështirësitë deri në ditët e sotme, vazhdimisht qytetarin e ka marrë në pozitë regresive. Pra në pozitë mënyrës së sjelljes e cila ka qenë më e thjeshtë për të jetuar. Dhe në këtë mënyrë e ka bërë shumë të ndjeshëm dhe shumë vulnerabil ndaj manipulimeve politike që ka mund vinë nga politika. Dhe kur një shoqëri është fakti mirë njohur teorik, që kur një shoqëri kalon nëpër një traumë kolektive, siç ka kaluar shoqëria jonë, qytetarët kanë prirje me pas nevojë për lider autokrat, për lider të fuqishëm. Kanë prirje me shku në ekstreme, me i demonizu njerëzit, ose në anën tjetër me u viktimizu ndaj njerëzve. Pra, sjelljet ekstreme e predisponojnë qytetarin për manipulime politike. Dhe këto manipulime politike mbi bazën e retorikës nacionaliste, radhë parë, dhe premtimeve sociale, premtimeve për drejtësi sociale e tjerë, de facto i ka manipulu qytetarët dhe janë identifikuar në një shtresë politike e cila de facto është larguar nga realiteti politik, e ka humbur ndjesinë për nevojën e bashkimit, ndërtimit të urave ndërmjet veti, po sjellja regresive është ka shkon dita më ditë në polarizime, por edhe vetë qytetarët kanë filluar të largohen njëri nga tjetri si rezultat i veprimeve politike, dhe kjo është përgjegjësia e madhe e leadershipit politik.